Tu jemi në Athinë, kemi shku me ambasadorët e paqes botërore. Në zemër të Mirditës, aty ku tradita vazhdon të jetojë mes brezash, një çift bashkëshortësh ka vendosur t'i kushtojë jetën ruajtjes së një prej pasurive më të vyera të krajinës, veshjes popullore mirditore. Lek dhe Agendoi prej dekadash janë bërë ambasador të kësaj trashëgimie kulturore, duke e mbajtur gjallë jo vetëm përmes kujtimeve, por dhe duke e veshur, promovuar dhe përcjell të brezat e rinj. Me krenari, ata tregojnë historinë e kostumeve tradicionale që kanë shoqëruar jetën e tyre. Për Agen, këto veshje kanë një domethënie dhe më të veçantë. Pikërisht, me këtë kostum tradicional, ajo është bërë nuse 50 vite më parë. Sot, pas gjysmë shekulli, ajo rikthen emocionet e asaj dite, duke interpretuar dhe mënyrën tradicionale të largimit nga shtëpia e prindërve, një ritual që dikur shënonte fillimin e një etape të re në jetën e vajzave mirditore. Unë këtë veshje kam vesh në moshën 16 vjeç e gjys. Pak pa bo 17, ditën e martesës, e kam vesh për herë parë komplet si është. I parasysh. I tradit, sepse gjithmonë tradita jonë këtë veshje dhe quhet veshje mirditore. Veshje kombëtare mirditore. Edhe gjithë, edhe mama, edhe kunatat, edhe gjithë njerëzit e mi kanë vesh këtë veshje. Dhe këtë veshje ne po e trashëgojmë prapë, brez pas brezi. Ti parasysh dhe me thanë, edhe fëmijët tonë, edhe nipave mbesa, veshin kombëtare, si burrit, si është, si shtimen, të gjithë po e trashëgojmë. Ne shkojmë me rrobat, me kostumet tonat, si janë, pastaj ne marrim rrobën kombëtare në çdo vend. Kemi qenë në Kosovë, kemi lënë në vend pa shku, në aktivitete, me folklore, me shoqatën kulturore artistike, të këshira puk, në fushares, në puk, do me thonë, s'kemi lënë në vend pa shku, kemi shku dhe jashtë shtetit, në vendet e tjera, s'pe i përmendim ma shumë, por e kemi përdorë këtë veshje dhe do përdorim, trashëgimi gjithmonë, është një veshje shumë e pastër, e rregullt, veshtir pak për të mbajtë, sa është me shumë, ka pak pesh, por prapë se prapë e mbajmë, sepse është tradita jonë. Edhe pse koha ka ndryshuar shumë zakone dhe tradita, veshjet krajnore vazhdojnë të mbeten të pranishme në dasma, festa familjare, aktivitete kulturore dhe koncerte folklorike. Për Lekën dhe Agen, ato nuk janë thjesht rroba, por identitet, histori dhe kujtesë kolektive. Ka të qyshe e rrobe, se ka pas e... Më besem të rroba ime mirditore. Mija, Të gjitha janë të mija, po më kem përse. Në gjitha, me asnjë lloj rrobe tjetër, rroben që kemi sot, nuk e ndryshojmë. Rroba mirdite, ha? Absolut, kjo është ma buka në gjitha. Basme, se cila ka hinë, ka detet. Është pak e rame, ka shumë gjana. Si ka jo shetan, edhe e ka mire. Ose kusha pat nuk e di ata. Prej vitesh çifti ka marrë pjesë në festivale, aktivitete artistike dhe koncerte brenda dhe jashtë vendit. Ata tregojnë se kudo ku kanë performuar, veçanërisht në Kosovë dhe në komunitetet shqiptare të diasporës, veshjet tradicionale mirditore janë pritur me admirim dhe entuziazëm. Ngjyrat, qëndisjet dhe elementet karakteristik të kostumit popullor të Mirditës vazhdojnë të tërheqin vëmendjen e shqiptarëve që jetojnë larg dheut, duke u kthyer në një urë lidhse me rënjët dhe identitetin kombëtar. Kjo është misha që vishet poshtë jelekut. Kjo është jeleku, kjo është brezi që vishet me këtë lloj modeli kështu. Këto janë dikush i qunë tish, dikush i ki parasysh, po është veshje kombëtare që vishet në për çdo rast, shefi, gëzime, familjare, me koncerte. Është veshje vetë e kompletuar. Për te angazhimit në ruajtjen e traditës, Lek dhe Agendoi kanë ndërtuar dhe një familje të madhe. Ata kanë rritur 7 fëmijë, janë bërë disa herë gjyshër dhe tashmë kanë dhe një stërnip, duke shijuar frytet e një jetë të mbushur me përkushtim dhe dashuri. Por trashëgimia më e madhe që duan t'u lënë pasardhësve nuk janë pasuritë materiale, është pikërisht dashuria për traditën, respekti për rënjët dhe krenaria për veshjen popullore mirditore, të cilën kanë arritur ta ngulitin te fëmijët dhe niprit dhe mbesat e tyre. Në një kohë kur modernizimi po zbe shumë zakone të ershme, historia e Lek dhe Agendojës mbeten një dëshmi e gjallë se tradita mund të ruhet, të jetojë dhe të përcillet brez pas brezi, duke mbetur pjesë e identitetit shqiptar.